do të me mbyt veten, nuk është gjendje, dhe më thonë, ka halucinacione, ka paranoja, aja është e fokusume tani, kur është në atë gjendje, është një veprim pës nga dënë, pësëm keni ndërgu në Bardhavës, qëtë qështje, jo tjetër. Pastaj tani gjendën në spitalin psikiatri Bardhavës. Na e thirrëm policinë me ambulant e qumë ata në Bardhavës. Jam sot me një familje në Tetov ku kërkojnë që vajza e tyre 25 vjeçare, e cila vuan nga shëndeti mental dhe aktualisht gjendën në spitalin psikiatrik Bardhavës, të shkojë deri në spitalin shtetëror 8 shtatori. E dim se kushtet janë të vështira për të transferuar për shkak se kapacitetet e spitalit, të cilat i kemi lansuar disa herë si problematika në pacenzur, janë të pamundura, por familja përpara 2 viteve është përballur me problemin psikiatrik të vajzës së tyre, e tani më 2 vite 13 herë është dërguar në spitalin psikiatrik Bardhavës dhe një herë ka qenë në spitalin 8 shtatori. E vetëm një herë që vajza ka ardhur e shëruar është nga spitali 8 shtatori. Nga Mirjana. Nga doktoresha Mirjana. Këto po bëjnë një lutje publike institucioneve shtetërore që të mos i dërgojnë vajzën në spitalin psikiatrik Bardhavës, sepse gjendja e saj keqësohet dhe Na kemi dëshirë që vajzat shkon o në 8 shtatori o në Tereza. E jo e kemi dërgu par dje edhe e kanë pyet. Mëse e kanë pranu, e kanë pyet, a do me nejt? Jo. Normal sa thët jo. Se kërkush s'don me nejt. Po aja në atë gjendje që ka qenë, nuk do të pyet. Do të pranojnë, të trajtojnë në atë mënyrë që vajza ime të jetë mirë si që ka qenë. Thujnë mjekt, thëtë kjo mentalisht është mirë, po e ka atë pjesën që e ka kriza edhe bënë kështu. Po në nuk e di, merë shëru, një muj bre, një muj ditë Mirjana ma ka shëru vajzën. Ma dojmë trajtim, edhe trajtim, edhe për rehabilitim, kush ka mundësi, me ndihmu, a me që në rehabilitim dikon, a di qka me bon për këtë vajzë të re. Se unë jo që e kom këto, po e kom pas, jem përballë 8 vjetë me vajzën e madhe, që ka qenë vajza ekscelente. Në zënës janë me mirë, unë për thënë Macedoni. Edhe më pësejnë, nuk e di as vetë qysh se, mirë po aja tash është ma mirë, po nuk është përfundimisht edhe aja nuk është shumë. Pra ju po vuani me të dy vajzat? Na ka 200 euro, asë ilaqen në mujt, pagujmë për këto dyja. Privat këti kena ato ilaqen. Me një pension burrit, të thash 400 euro rrymë që ku kom fakturën që në ka orë për këtë muj, se për çdo muj na ka 300 pagujna, as kem kur një gjatë. Ju kërkoni edhe ndihmë, ju kërkoni edhe ndihmë financiare, kush mund t'ju ndihmojë